Ju keni themeluar koalicionin në Euro-Atlantik. Por sekretar të këtij koalicioni dhe me emër kaq të madh, Euro-Atlantik, keni caktuar Endriasën. Unë kam respekt për Endriasën, po një njeri tani normal, i zakonshëm që ka qenë një deputet aty e të gjitha, pse nuk je vetë kryetar tani se njerëzit do thoshin tani duhet Lozin Basha kryetar. Si Endriasa tani? Ti tani psi mbrapa në këtë rast? Dhe çfarë do me thënë kjo? Apo në rast të shtimi mbetet e Endriasës dhe ti ke një fitore në fund? Drejtuesi politik i koalicionit Euro-Atlantik jam unë. Por, unë jam akoma në gjyq për çështjen e legjitimitetit të Partisë Demokratike. Ajo ka ikur tani. Dhe për këtë arsye me që pyete, merr përgjigjen, pastaj thua mendimin. Mirë. Ti ke ardhur të më pyesësh, Jo, jo të më thuash mendimet e tua. Po s'ta japin më atë sikur ti idesh të kërcesh Napoleonin në 200 herë ditë. Nuk e di ti. Dakor. Po. Mos ta kthejmë në Se çështje. këta kanë marrë dhe Trumpin tani dhe këto. Opinionet janë si zorra, çdo kush e ka nga një. Po unë këtë kam. Lëre opinionin. Po unë do them çfarë mendoj dhe çfarë mendon Sikusi. Po pse e di ti? Jo, ti se di. Po ti di një gjitha gjëra ti nuk mbrinje këtu. Ti s'mund thuash që se japin. Urdhro? Ajo është një çështje që ne do t'i shkojmë deri në fund. Ore ta morën e kishe ti. Nëse s'është Po më vjen keq. Po lere, hajde, ikim. mos e fut Ikim nga kjo, mos e kam fare këtë unë. Zoti Shiko tani. Hasa është teknikisht kreu i koalicionit Euro-Atlantik. Pra ti e ke zgjedhur teknikisht atë që të mbrosh Ndërsa në gjyq punë e vulës. Rëndësi për qytetarët ka vetëm kjo. Koalicioni Euro-Atlantik numri 4 është garancia për të luftuar korrupsionin. Voto Ramën, lirosh shokët e Ramës nga 313 dhe të vazhdojnë të tunden shoqet e Ramës me tesha që u bëjnë sa rroga mesatare vjetore një çifti normal shqiptar. E vetmja rrugë për të luftuar korrupsionin është vota. Pra, Endriasën ju e keni caktuar për efekt të gjyqit që keni me kryetari i koalicionit. për këtë gjë keni. Por numri 4, këtë mbani mend. Numri 4, koalicioni Euro-Atlantik, i vetmi me listë hapur, shkoni, gjeni emrin e kandidatit që doni të votoni dhe votojeni. Keni votuar për familjen tuaj dhe kundër korrupsionit. Në një pikpamje, shumë parti mblidhen bashkë dhe krijojnë një koalicion. Te kjo pikë, Po pra të kjo pikë. Do të thonë disa parti mblidhen bashkë dhe krijojnë një koalicion. Kemi një koalicion me 26 parti, një tjetër me 3, një tjetër me 2. Dhe në çdo vend botës koalicionet janë disa parti që mblidhen bashkë. Këtu kemi një parti e cila e quan veten koalicion Euro-Atlantik. Do çfarë është mbledhur këtu? S'është vetëm parti, është Një parti është këtu. Jo, s'është vetëm një parti, s'është vetëm një parti, është një aleancë qytetarësh, aty ka dhe njerëz që nuk kanë qenë të afiliuar me Partinë Demokratike Euro-Atlantike. Ja ta marrësh përgjigjen, pastaj pyet prapë. Ka dhe aleat, partit tjera, pra ka individ të ndryshëm, ka të tjera aty, merre dhe shikoje, bëje researchin tënd dhe shikoje. Pra, po s'ka rëndësi kjo. S'ka rëndësi kjo. Rëndësi ka që nga njëra anë ke Edi Ramën me shokët e 313 dhe shoqet gati për natë rrugë, nga ana tjetër ke rangallat e tranzicionit dhe të korrupsionit, secila prej tyre lufton që të nxjerrë shok nga burgu. E vetmja që lufton për qytetarët është koalicioni Euro-Atlantik. Disa parti krijojnë një koalicion, këtu është një parti. Ky është koalicion, kjo është lidhja e qytetarëve, s'është një parti. Sepse në fakt aty brenda ka shumë individ cilët vinë edhe nga forcat ndryshme politike, edhe nga jashtë politikës. Ka profesionist, ka mjek, ka profesor, ka ish drejtues të si individ, pra po individët bashkë në një lidhje qytetare me një program për qytetarët. Prandaj quhet koalicioni Euro-Atlantik. Jo, me që foli zoti Basha për çështjen ligjore me Partinë Demokratike, doja ta pyesja se shumica e tyre njerëzve me cilët ju hyt në betejën ligjore për të marrë Partinë Demokratike hoqën dorë nga kjo punë. Pas vendimit të apelit. Ju pse nuk ishni dorë kur ata hoqën dorë? Unë nuk heq dorë nga kauza që kam, sepse kauza ime ka të bëjë Alibej që çoi kërkesën. E di. Ka hequr dorë. Po, kauza ime ka të bëjë me një ofertë ndaj njerëzve. Dhe pastaj janë njerëzit që do vendosin, se unë s'kam, nuk jam, ja të flas dhe unë dhe pastaj që mos bëjmë kakofoni. Pra, kauza ime ka të bëjë me njerëzit, detyra ime është të jap një ofertë. Dhe koalicioni Euro-Atlantik me programin dhe me kandidatët vetë këtë po bën. Se do heq dorë nga kjo? Që të rri zgjedhja pas zgjedhje, të kemi zgjedhje pas zgjedhje me 11 maj, me dy palë që duan të marrin votat e qytetarëve që të nxjerrin shokët e tyre nga burgu, po jo më zotri. Votoni për numrin 4, koalicioni Euro-Atlantik, dhe gjëja parë që do merrni, se ne kemi një program të plot, po kurrë nuk na lejuan ta shpalosim, gjëja parë është vetëm një forcë politike që me vepra, jo me fjalë, është dhe do të jetë edhe më fuqishëm në mbështetje të SPAK-ut, që të shkojë deri në fund punës që ka nisur, e t'i mbush plot
qelitet 313-ës, dursit dhe të firit me politikanë të korruptuar. Dakor, për logoja e PD-s për çfarë duhet? Antarësia i ku andej. E kemi trajtuar. Kryesia i ku andej, ju vazhdoni betejën ligjore. Aktualitetit elektoral. Jo, po ti e folën. Jo, thatë vetëm prandaj me që përmend. Ky po të thotë Me që përmend. I shërben demokratëve që mund të ishit juve te lista e koalicionit Euroatlantik do ishte vëzim bashkë sot. Dhe të votuesi mund ndikon te emri juaj. S'ka më, nuk e bëj këtë betejë për emrin tim dhe për karrierën time. Keni bërë të sakrificë kaq të madhe. Sepse po kërkoni një logo që ku antarësia është andej, kryesia andej dhe logo andej, ju thonë logo është i imi. Jo, ma andej është Ilir Meta dhe Elvis Roshi. Antarësia Partisë Demokratike çdo ditë më shumë vetëdijsohet se kush u nis për interesa personale, kush është nis për interesat e tyre. Nëse kjo është tjetër çështje. Kjo pra është çështje. Kjo është çështje. Tani, zoti Basha, pyetja ime që dua një përgjigje kështu, jo politikani, po edhe politikani, por më të qartë se çfarë do të thotë Euroatlantik? Euroatlantik do të thotë që Shqipëria me të vërtetë të arrijë stacionin përfundimtar antarësimin Bashkimin Evropian, duhet rreth parë të ketë një luftë suksesshme kundër korrupsionit. Kthehemi, vërtitemi nga do që duam, na erdhi dhe Gjermani na e tha, pavarësisht se shumë media censuruar, disa nuk e dhan fare, na e tha, për sa kohë që keni këto rekorde korrupsioni, harrojeni ju se mund shkoni në Europë, as 2030-ën, as 2060-ën. Pra, me qëndrimin ton, si Euroatlantik, në rreth parë ne pozicionohemi 100% në krah të strukturës posaçme antikorrupsion dhe luftës kundër korrupsionit. Jo me fjalë, por me vepra. Cilat janë veprat? Prej një viti e gjysmë në Parlamentin e Shqipërisë është propozimi me firmën time për të dhënë spakut më shumë fonde, më shumë burime njerëzore dhe infrastrukturën ligjore për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit. Nuk e sjellin në rendin e ditës, e mbajnë të kyçun sirtar. Prej një viti e gjysmë në Parlamentin e Shqipërisë ndodhet i plot draft propozimi, projekt ligji i plot për vetingun e politikanëve, që do të thotë kontrolli përvitshëm i pasurisë të 140 deputetëve, 61 kryetarëve të bashkive, gjithë kabinetit qeveritar, presidentit të Republikës, drejtorëve të rëndësishëm, tatime, dogana, policie etj. Me radhë, dhe i lidhjeve të tyre të papërshtatshme, njësoj si gjyqtarëve dhe prokurorëve, kontroll i hollësishëm i pasurive të tyre, i familjarëve të tyre, i rrethit shoqëror, sepse ashtu siç ishte rasti me drejtsinë, akoma më shumë me politikën, në vend që tjetë foleja e njerëzve që i shërbejnë publikut, është kthyer në biznes fitin prurës dhe në rifugjo, në strehim nga drejtësia, dhe shqiptarët nuk e meritojnë të, shqiptarët meritojnë më shumë, meritojnë një politik të pastër nga korrupsioni. Vetingu i politikanëve ka një vit e gjysmë, nuk e sjellin. E kanë shumë lehtë ta sjellin, ta votojnë kundër, po janë diabolik, janë djallëzor. Se po ta votojnë kundër, zbulohen para shqiptarëve, janë kundër luftës dhe korrupsionit. E treta, ka një vit e gjysmë, me që pyetja Euroatlantikën, që kam çuar në parlament amendamentin për heqjen e imunitetit parlamentarëve. Pse është Arben Ahmetaj sot në Zvicër? Ç'lidhje ka ai që Ja ta them unë. Me Euroatlantik? Ta them unë. Me këtë bashkim që ka pra, sepse në Euroatlantik, në Europë, në Amerikë, ku ikin shqiptarët, ku i përzë shqiptarët e Edi Rama, që ka përzë 1 milion në 12 vite, ka disa parime, prandaj ecën shoqëria atje, ka barazi para ligjit, ka meritokraci. Dhe nuk mund të ketë barazi para ligjit, ta mbaroj mendimin, pastaj thuaj mendimin tënd. Në një vend ku do 2 javë të heqësh imunitetin një deputeti që është kapur duke vjedhur, dhe për 2 javë është arratisur.